Hi guys, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit ton Çelo. Përshëndetje. Me ne sot në studio është Krenar Murtezaj, ekspert marketingu, themelues i portalit më të madh të punësimit që ne kemi në zonën e Korçës, njëkohësisht edhe bashkë themelues i një platforme turistike. Eccetera. Po të prezantoj me 3 këto tablo të mdhaja kryesor me të cilat ti njesh gjithë. Krenar, para se të përgjigjesh kam direkt një pyetje. A je krenar ti krenar? Më bëni sa vetë këtë pyetje në fakt, po unë asnjë nuk jam krenar për vete, sepse base nuk është se e bëj për modesti, po ideja është që dua që ta arrij sa më shumë, kështu që në momentin që them jam krenar për vete për kjo që kam arritur, detyrimisht do ngelem në vend numero. Do me thënë ti nuk qenë krenar o krenar? Ja, unë le të tjerë të jenë krenar për mua. Po për origjinën tënde kolonjare, se këto kohë të fundit kemi pasur shumë të ftuar nga kolonja. Dhe se çka një gjë që këdo pyesim, thellë kanë disa rrë nga kolonja. Ndikon ndonjë gjë atje keni ujin ju ose nuk e di. Që jam bërë... që jeni të suksesshëm secili në fushën e tij. Shiko, të them realitetin, nëse nuk është se ka ndikuar kolonja, do me thënë, mendoj në rritjen profesionale, sepse unë jam larguar që i vogël, nëse do marrim ndonjë të paberë që është bërë në kolonjë, ose ndonjë diçka që kam bërë unë është ajo, kam dikur plevicën kur kam qenë i vogël, edhe mbase duhet isha bërë kriminal mbase, po që kur e nga në Korçë pasaj se ngelëm fukarenjë, le të themi, kjo ishte një nga arsyet që ne kemi ardhur dhe në Korçë. Po ti që ke bërë Sebepi, do me Isha Sebepi, pasi doja plevicën kur isha një 5 vjeç diçka e këtillë, 5-6 vjeç, më pas e në qytetin e Korçës. Do me thënë Tinari, po mos kishe dikur plevicën do ishe si përmarrës në kolonjë? Po... kriminal në kolonjë do të gjallë. Nuk ma dhe mendja çfarë do isha në këto momente, por që janë këto, le të themi, çështje të jetës që të bëjnë që të... Kishe ndonjë prirje kur ishe fëmijë krenar që ti ishe lider i diçka ose aftësi për të krijuar ndryshe nga fëmijët e tjerë? Si e mban në fëmijë? Këtë gjë kam pasur pozitive, le të them, duke filluar që nga shkolla fillore, nuk po e pjesë në foshnjërisë, sepse normale s'kam çfarë kuptoj. Po që i vogël, le të them, jam marrë me organizime, jam marrë me evente, jam bërë, le të themi, me çdo eveniment që bëj, qoftë në 9 vjeçare, qoftë në 5 vjeçare, sepse unë kam qenë në 5 vite në një shkollë dhe më pas ne kalonim në Novi Qilaxhi në klasën e 6 deri në klasën e 9. Kam pasur, le të themi, kam qenë si lider i grupit dhe kjo gjë më ka përcjell më vonë edhe në gjimnaz ku u bëra dhe presidenti i gjimnazit Themistokli Gërmenji dhe aty jam aktivizuar me shumë aktivitete, le të themi, që kam krijuar klubet e shkollës, rreth 9 a 10 klube diçka e tillë, gjë e cila mendoj që janë edhe aftësi leadershipi në momentin që unë kisha, le të themi, një goxha njerëz nga mbrapa. Janë një tregues. Po që i drejtonim së bashku. Lere pjesë e leadershipit gjimnaz, na thuaj sa lekë nxirrin nga ato partit. Tani le të themi që nxirja nga partit, unë i kam nisur partit ose festat, le të themi, që në klasë të 8 në shkollën Novi Qilaxhi, ku ishte 1000 lekë të vjetra bileta. Po që mblidhja diku në 100 e ca veta atëherë, që ishte shumë gjë e mirë. Të pas kanë ndikur leku krenar sot je miliarder sipas të dhënave zyrtare nga portalet qeverisare. Sipas kryeministrit po. Po shiko ca, nuk e di pse, por sot Isma e pas ka bën një gabim me të ftuarit, nuk i prezanton siç duhet. Krenari është kampion qyteti në ish kampion. Po rekordi tënd është i pathyer akoma, do të thotë që ti ngelesh akoma i kampion. Shiko, nuk kam qenë në rekordmen tamam, por le të themi që rezultati që kam bërë unë të paktën në erën e fundit para shumë vitesh në 400 metër pengesë nuk është kapur akoma sot nga ata bashk udhëtarët apo dhe ata që kanë ardhur më vonë në atletik. Nari, duke qenë se ti ke qenë një atlet, do me thënë ke patur pasion ëndër, nuk e di, pjesën e sportit. Cili ka qenë momenti kyç që ty të orientoi drejt marketingut dhe krijimit të platformës digjitale? Atëherë, unë kam dhënë edhe një intervistë në fakt, kur kam qenë në vit të tretë gjimnaz, ku detyrimisht ishte periudha që unë duhet të zgjidhja se çfarë do vazhdoja, duke qenë se unë atë kohë
punoja në një kompani dhe gjithashtu merresha edhe me stërvitje. Pjesa më e madhe detyrimisht duke qenë se bëra gati 12-13 vite atletik dhe isha edhe me rezultate shumë të mira, të paktën për moshën që kisha. Mendonin që do shkoja mësues fiskulture ose diçka të këtij. Por duke qenë se unë kisha disa vite që merresha me pjesën e promocioneve në qytetin e Korçës, fatkeqësisht, sepse pavarësisht pasionit, le të themi që kisha dhe që vazhdoj ta kem për sportin, duhet mendojmë për të ardhmen. Dhe kjo gjë më bëri që nëse unë do vazhdoja, le të themi, fiskulturën apo diçka të këtij, nuk do kisha, le të themi, ato të ardhura që unë do të dëshiroja. Madje në moshën që jam aktualisht tani mundet të kisha hyrë në punë. E kupton, nëse do vazhdoja atë shkollë. Dhe kjo gjë më bëri që unë të vazhdoja në pjesën e marketingut. Me pjesën e marketingut unë jam marrë, le të themi, që në moshë edhe më të vogël, pavarësisht që ne nuk e kuptonim se çfarë bënim, duke u marrë edhe me pjesën e marketingut digital që kam krijuar nga ato faqet e para, jo Otëra deri në vdekje, kam pasur faqen më të madhe të Otëra deri në vdekje, që në klasë të 6 mos gaboj. Tatuazhin e dorë ke patur. Jo, atë nuk e kam patur. Vazhdon të jesh Otëra deri në vdekje. Ato e bëja thjesht të rriqja publik se tani është deri në vdekje. Më pas atë faqe ma vogël në fakt, më pas kam krijuar një di faqe të tjera siç është Betim Sverdima që kur doli në Portokallia dikur. Po, atë faqe e kam shitur, kam krijuar disa faqe të tjera të cilat i kam shitur, por le të themi këto kanë ndodhur në periudhën e 9 vjeçarit, gjatë të cilën unë kam mësuar të gjeneroj lek nëpërmjet gjërave të ndryshme, po që kjo tregon pak a shumë një aftësi. Momentalisht je, le të themi, zotëruese i portalit më të madh të punësimit dhe një portalit tjetër, po kaq të madh të një hapësirë turistike, nëse mund ta quash kështu. Si lindi kjo ide? Atëherë, këto janë dy ide të ndryshme në fakt. Pjesa e portalit të punësimit ka qenë një tabu në qytetin e Korçës të paktën, sepse në Korçë ishin mësuar të gjitha bizneset që të vanin ato, le të themi, njoftimet në për xhamat e bizneseve të tyre, dhe nuk ishin mësuar që t'i bënin online. Po si ide mua ka lindur në fakt, ne kishim një problem në shtëpi, nuk e mbaj mend me lavatriçen apo diçka të këtill, dhe unë nuk gjeja dot, nuk e mbaj mend, po hidraulik, diçka të këtill, a mekanik, nuk e mbaj mend se çfarë na u prish në shtëpi, domethënë. Edhe nga aty më lindi si ide që ore, ku të gjejmë një platformë që ne të gjejmë njerëz, le të themi staf për X punë, pavarësisht që ajo nisi si fillim si ide për profesionistët, ku unë doja të vendosja të gjithë ata që kishin profesion të caktuar, më pas lindi ideja që pse unë mos ju gjej bizneseve stafin e tyre. Më pas kemi dhe pjesën e platformës së turizmit, e cila ka gati 5 vite tani që ekziston në qarkun e Korçës. Jemi shtrirë momentalisht edhe në qarkun e Vlorës. Presim që të shtrihemi dhe akoma dhe më shumë. I ka dhënë, le të themi, një iniciativë qoftë edhe bizneseve që të aplikojnë edhe atë pjesën e marketingut digital apo të trajnohen edhe pak më shumë në këtë fushë, duke u bërë pjesë e platformës, duke qenë se jemi më shumë të paktën Korça është më shumë në atë marketingun tradicional, pra jo nuk janë akoma dhe sot pas 5 vitesh nuk i kushtojnë rëndësi marketingut digital. Kjo gjë i ka bërë që të kenë trafik në atë platformën tonë, sepse ideja është që kushdo që vinë në qytetin e Korçës mundohet që çdo gjë e gjen online, kupton, dhe detyrimisht do futet në platformë dhe jo vetëm në mënyrë që shkojë bizneset e ndryshme. Qartë, shumë qartë. Nari, si është situata e punësimit në Korçë dhe a mendon se ka hapësira të mjaftueshme për të rinj që duan të ecin në tregun e punës? Fatkeqësisht. Apo dhe emigracioni ngjilet, domethënë, një nga pikat interese kryesore për momentin. Shiko, unë kam thënë para 4 vitesh, pak a shumë që Korça sa vjen edhe, le të themi, forca punëtore po bie shumë. Ti ke bërë një lloj parashikimi në thonjza për situatën që jemi ne tani. Po, e kam bërë para 5 vite, para 4 vitesh, edhe momentalisht jam unë ai që kam migruar, jo emigruar, ku kam shkuar drejt qytetit të Tiranës. Okej, unë kam shkuar për disa arsye, jo sepse nuk kisha punë këtu, po që fatkeqësisht
ekonomia, le të themi, pagat e ulta dhe është pjesa e kërkesës ofertës, e kupton? Fatkeqësisht ata që duan të punojnë më shumë janë nga zonat rurale. Por që të vinë në Korçë është e pamundur sepse duhet punojnë vetëm turni parë. Turni parë nuk I le vetë biznesit që ta mbajë një person. Dhe në qoftë se ai do të vinë në Korçë, duhet të marrë një shtëpi me qera. Një shtëpi me qera është 200.000 lekë, le të themi, dakor? Me vështirësi për t'u gjetur. Po, me vështirësi për t'u gjetur. Me kushte jo shumë. Ndërkohë që ti rroga ti ke 350, nuk po e ul më poshtë, pavarësisht që një pak minimale po e them. Po, ka edhe më poshtë, por gjithsesi unë po them 350, 200 qeraja, ujë, drita, njëra tjetra, ty nuk të dalin kosto që. Dhe fatkeqësisht dua ta theksoj që të gjithë ose nuk do të përfshij të gjithë, një pjesë shumë e mirë e atyre që jetojnë në qytetin e Korçës, fatkeqësisht janë brez dembelash. Sepse për mua e ka fajin prindi, I cili I thot më mirë të t'japun këtë 5.000 lekë, se sa ti të punosh, po sepse problemi është që okay, ndiq shkollën, po nuk mund të mbarosh shkollën për menaxhim biznesi, ndërkohë që s'ke punuar një kamariere, kupton, nuk bësh dot një menaxher lokal I pa punuar një kamarier. Kështu që është faji I prindërve, po gjithsesi është nga të dyja anët problemi. Unë këtu mund të kundërshtoj se nuk është e thënë që ti duhet të kesh qenë një kamarier të bësh menaxher lokali. Unë mendoj kështu që ti duhet të kesh prirje ose do ta bësh me pasion shkollën, që pastaj vazhdosh tregun e punës. Sepse po s'pati pasion brenda mendoj se është e kot. Shko, janë të ndërthurura. Po. Është si puna e saj, kur kam qenë në atletikë kisha pasion, po mos punoja. Normale. Dhe kjo e njëjta gjë, kupton, ti mund të kesh pasion, po prap nëse se di si punon ai kamarieri, nëse se di le të themi çfarë bën, le të themi baza, sepse ai në fund të ditës po ta mban punën, apo një recepcionist apo dikush tjetër, prap është problem. Flas për këto pozicione duke qenë se Korça është më e prirur rreth turizmit, le të themi. Kjo për pjesën e punësimit, po për pjesën e turizmit, pam një Korçë me një bum turistik për një periudhë të saktuar kohore dhe tani jemi kthyer në një Korçë me një rënje të numrit të turistëve. Pse ne nuk kemi një qëndrueshmëri të turistëve? Okej. Atëre Korça unë e kam thënë, pavarësisht që mbase mund të duken pak si jo pesimist ose si macezes, po fatkeqësisht ne nuk kemi pasur turistë mirëfill, ne kemi pasur një bum në 2020 nga shqiptar, që praktikisht quhen vizitor dhe jo turist, sepse turist është ai huaj që të vjen në shtetin e Korçës. Mendoj se do ta theksojmë edhe kohën e pandemisë. Pikërisht, 2020 ka qenë piku le të themi ku të gjitha bizneset fatkeqësisht kanë rritur edhe çmimet. Kjo gjë ka ndodhur sepse u mbyllën rrugët për jashtë. Dhe kjo gjë solli një gjë të mirë le të themi në qytetin e Korçës sepse të gjithë u drejtuan në Korçë. Kupton? E gjithë Tirana vinte në Korçë. Madje kishte nga ata që merrnin shtëpi me qera për të ardhur në Korçë. Kupton? Thjesht për pushime. Dhe fatkeqësisht ne nuk kemi turist. Erseka ka më shumë turistë se ne. Nëse flasim si Korçë si qytet, jo si qark. Ka të bëjë më shumë ideja që turistët, le të themi, nuk qëndrojnë edhe në hotele, qëndrojnë më shumë në bujtina, pra nuk një zvicerian nuk do atë luksin që I ofron Korça në ato hotelet e mëdha dhe të shtrenjta. Po ka përshtypjen që kanë mundësi të zgjedhin edhe turistë. Domethënë ne ofrojmë ose të paktën edhe kemi një shumë edhe portali juaj Discover Korça ka disa lloj tipologjish në qëndrimesh, ka hotel, guest house, shtëpi alpine. Nuk është vetëm pjesa e akomodimit. Prandaj dhe ne në platformë jemi munduar që, domethënë platforma e turizmit që kemi ne është gjithë përfshirëse, që do të thotë turisti vjen në Korçë përveç hiqe pjesën ku të hajë, ku të fletë dhe çfarë të bëjë, domethënë. Është edhe pjesa e atraksioneve turistike. Ne fatkeqësisht në qytetin e Korçës jemi 2025-ën, jemi duke thënë që Korça ka një bum turistësh, ndërkohë ne nuk kemi një zyrë informacioni për turistët. Ti nise që këtu. Që do thotë që këtu ti ke dështuar, e kupton? Nuk mund të thuash që unë po ofroj diçka për turistët. Unë kam thënë edhe në përmbledhje të ndryshme që duhen bërë paketa turistike. Pra, Korça nuk duhet parë si Korça si qytet. Nuk duhet jetë ky fanatizëm për qytetin e Korçës. Duhet të bashkëpunojnë të gjitha bashkitë, të gjitha institucionet, me të gjitha rrethinat, me të gjithë qarkun, e kupton? Prandaj dhe ne në atë Discover Korça kemi përfshirë si qark. Pra, unë kam përfshirë Pogradecin, Prespën, Ersekën ose komplet zonën e Kolonjës, le të themi, komplet zonën e Devollit, Korçën bashkë me fshatrat, sepse Korça nuk është vetëm pazari i vjetër, katedralja apo ku diun parkurinia. Korça është shumë.
Kupton që dhe vetë Korçarit nuk e di se sa shumë gjëra ka Korça. Ne kemi bërë një bashkëpunim me drejtorinë e monumenteve të kulturës, ku dhe unë në momentin që kam hedhur ato informacione, nuk e diash që kishim më shumë monumente kulture në radhë të parë, ish pjesën e atraksioneve dhe apo shumë gjërave të tjera. Po kjo gjë duhet të serviret turistëve. Pra ata nuk e dinë që ne i kemi këto. Pra nuk i dinë vendasit që ekzistojnë, jo më turistët. Pra në qoftë kurse Erseka është më ndryshe. Do me të thua, marketingu që po i bën gjithë shkëmbi Ersekës nuk që ka kot. Jo, s'është kot. Është diçka të Ersekës. Bravo qof. Ose ke patriotizëm këta, po thua. Jo, unë Se ju kolonjarët e boni me fanatizëm pjesën. kur flas Erseka, unë zë dhe pjesën e Leskoviku. Po, qartë. Sepse e quaj si kolonjë. Leskoviku është i Ersekës, do ta theksojmë këtë, jo i Korçës. Po. Po, tash. Dhe është i kolonjës. Më pëlqen ta them kështu më sa i Ersekës. Rejti, Dhe realisht nuk kur them Erseka, them Leskoviku ka më shumë, do me thënë ka disa atraksione, ka disa si është farmasotira, për shembull që është një agroturizëm që tërheq shumë tuaj çdo vit, sepse ka diçka çfarë ofron. Sofra kolonjare, po duke qenë se kalova në Leskovik. Dhe sepse turistët që janë turistë ato duan vendet malore, sepse Korça vend malore, është komplet qarku. Dhe detyrimisht ato lloj atraksionesh duan, nuk duan pazarin apo po diun katedralen, sepse e pan njëherë, pan dy herë, maksimumi një orë në ditë, çfarë do bësh më pas? Një turist nuk qëndron një ditë, duhet të qëndrojë të paktën një javë. Për mendimin tim, zona më e bukur në Shqipëri është që nga Gërmenjë deri në Leskovik. Sheleguri, domethënë, është pjesa më e bukur për mua në Shqipëri. Ato janë zona për shembull që ne në fillimet tona kur kemi hapur dhe Discover Korçën, kemi nisur një nismë le të themi ku kemi bërë hiking dhe kemi bërë shumë shtigje të tilla që realisht janë perla. Nari, çfarë masash mendon se duhet të ndërmerren për të nxitur turizmin gjatë gjithë vitit dhe jo vetëm në sezon në Shqipëri? Atëherë, e para njëherë janë çmimet kryesore. E para, duhet të rishikohet çmimet, tash të shkoj unë të flej në mes të Barcelonës me 30 euro dhe të vi në Korçë të flej me 70 euro, 80 euro dhe ka dhe ca çmime që nuk po i përmend fare. Ku unë kam shumë klientë në Korçë që kanë ca çmime, le të themi, normale dhe kanë punë gjatë gjithë javës. Dakor, janë 2-3, po ama kanë punë. Pse? Sepse konkurrojnë me çmimin. E kupton? Përveç kësaj janë ato që unë thash, janë paketa turistike që duhet të ofrohet. Janë bashkëpunimet me vendet ngjitur. Le të themi, Ohri ka super turizëm. Pushtetet lokale duhet të bëjnë sa më shumë marketing për pjesën e turizmit. Normalisht. Pushteti lokal, pushteti vendor, sepse në fund të ditës ato janë ata që na udhëzojnë dhe le të themi që e çojnë në vendin aty ku duhet, e kupton, në mënyrë që mos ketë edhe abuzime dhe jo vetëm, siç ndodhi në 2020-ën që nuk afroheshet dot në Korçë. E kupton, ideja është që Korça të jetë një vend jo vetëm i atyre shtresës mesatare dhe sipër, po të jetë një vend që mund të vi kushdo, e kupton? Gjë që fatkeqësisht nuk po ndodh. Dhe kjo gjë të bën që njerëzit mos vinë më. Dhe përveç kësaj janë gjërat e reja që nuk po sillen. Me thënë, ka ngelur Korça ajo që ka qenë para 8 vitesh që u ndërtuan pazari i vjetër dhe jo vetëm, edhe ka ngelur aty. Korçekullës. Gjatë gjithë kësaj kohe me eksperiencat tënde që ke pasur me bizneset, mendon që kjo kategori është interesuar mjaftueshëm ose siç duhet drejt marketingu digital, domethënë e kuptojnë siç duhet termin e marketingu digital, atë që ju ofron bizneset dhe marketingu digital? 95% e bizneseve në Shqipëri jo në Korçë nuk kanë ta perceptojnë, sepse ideja është që marketingun digital, qoftë edhe marketingun në tërësi, njerëzit e dinë thjesht promocion ose reklam. Nuk e kuptojnë që është ndërthurje le të themi e PR-it, pra që Korça të paktën e ka shumë mirë pjesën e PR-it sepse janë njerëz mikpritës edhe jo vetëm, por dhe pjesën e marketingut digital nuk arrin që ta vlerësojnë. Dhe gjë më e keqe që kanë është që mundojnë që të bëjnë çdo gjë vetë dhe mos ja lënë një profesionisti që ta bëjë atë. Duke e bërë vetë le të themi, pavarësisht që mund të ketë pak kosto, duke e bërë vetë mundojnë që le të kthejmë
le të themi bëjnë atë marketingun e gabuar për veten e tyre. Dhe kjo gjë sjell edhe gjëra të tjera nga mbrapa. Pra do të thosha që nuk është se Korça apo dhe Shqipëria nuk ka arritur në atë nivelin që ta arrit ta kuptoj. Tirana është pak më ndryshe, bizneset kanë arritur që ta kuptojnë rëndësinë e marketingut, qoftë digital, qoftë tradicional, që po ecin, po mundohen të paktën për që të kenë një update në biznesin e tyre, kurse Korça është akoma në atë pjesën që gjatë vitit të ri nuk bën, le të themi, një biznes marketing, bën gjatë periudhës së mezit janarit që s'ka punë deri në mars që s'ka punë. Thonë tani s'kam punë, unë duhet të bëj marketing. Jo, marketingu duhet të jetë gjithë kohës, e kupton? Ne kemi për shembull disa biznese në qytetin e Korçës, që unë kam gati 5-6 vite që bashkëpunoj dhe e kemi çdo muaj, në çdo moment ka gjëra të reja. Jo ti mundohesh të bësh një në disa kohë. Kjo është gjë e keqe, është si puna asaj që puna dhe në valla shkojmë në doktor. Nari, si ndryshon qasja ndaj marketingut mes bizneseve të vogla dhe atyre të mëdha në Shqipëri? A ndihmojnë kompanitë e mëdha zhvillimin e tregut apo krijojnë një konkurrencë pa drejtë midis të vegjëlve? Shiko, tani ujku i madh të lexuar që ke bërë asaj. Ujku ishte shumë e gjatë për to ja. Ujku i madh detyrimisht do ta kafshoj atë të voglin, por që mbijeton me fortë. Jemi kapitalizëm, por gjithsesi unë do thosha që kjo është pjesa se sa ti përkushtohesh biznesit tënd. Nëse ti përkushtohesh biznesit tënd sado ujë që të mëdhenj të ketë, detyrimisht ti do dalësh fitimtar. Unë do ta zëm me platformën e punësimit të paktën ku unë kam pasur shumë ujë të mëdhenj, pavarësisht se kam patur, le të themi, lokal, kam patur rajonal apo kombëtar në sakt. Gjë e cila mua nuk më ka ndikuar fare sepse ideja është unë kam gjetur atë pikën e dobët të tyre në mënyrë që ta zbatojnë në favorin tim. Dhe kjo gjë është që duhet ta bëjnë dhe bizneset e tjera që mbas janë të vogla. Ka shumë mundime, ka shumë sakrifica, sepse ndikojnë shumë gjëra, detyrimisht bizneset e mëdha mund të marrin grant. Ka shumë gjëra nga mbrapa. Po që ai të flasim realitetin, ai që dëshiron që të bëjë diçka. Në eksperiencën tënde deri tani, cilat janë ato gabimet më të shpeshta që bëjnë menaxherët e bizneseve në pjesën e mënyrës se si duan ta menaxhojnë marketingun, edhe atë tradicional për edhe atë digital? Atëre, e përmende shumë mirë që the menaxherët e bizneseve, që do thotë nuk është një menaxher marketingu, është një menaxher biznesi. Dhe përpos kësaj, duke qenë se jam në fushën edhe të rekrutimit të stafit, të paktën ka fituar një eksperiencë prej këtyre vitesh, flasim për qytetin e Korçës, sepse Tirana është pak më ndryshe. Mua gjithmonë më ndodhte që shkoja në një hotel për shembull, se të paktën me pjesën e hotelerisë jam marrë me pjesën e rekrutimit, apo një hotel i ri donte të gjente staf. Dhe gjëja e parë që bënin është që filloni të gjeni recepcionist njëra tjetër. Thosha, jo, duhet gjesh menaxherin të parin. Okej, pastaj gjeni menaxherin. Tani ky menaxheri ishte një problem që ky donte të rinte tetor. Po të paktën në pjesën e hotellerit turizmit për mua një menaxher nuk është me një pozicion full time, le të themi, që pas orës 4 nëse ai klienti ka një problem ti mos hap telefonin, e kupton? Është pak problem kjo pjesë që duhet të zgjidhet në qytetin e Korçës. Përpos kësaj është ajo që të thash edhe pak më parë që fatkeqësisht të gjithë shqiptarët duan të bëjnë të gjitha gjërat vetë dhe nuk duan të delegojnë. Gjëja që është më e gabuar, jepi Cezarit atë që i takon Cezarit, kështu është? Edhe pak shumë e tim me që e thekte një shoku toni për bashkët i të dyve, thot shu jepi Cezarit atë që kërkon Cezari dhe pak më shumë. Tani të flasim realitetin, nuk mund të bëjmë çdo gjë vetë. Unë mendoj se kjo është për servilizëm, mendoj unë. Nuk është çështje servilizmi, ose sepse unë e zënë në aspekt tjetër, varet se koncept ton, varet se unë thjesht po them që një menaxher biznesi është menaxher biznesi, ai ditë drejton një biznes. Po, le të themi me një person të jashtëm të bëjë marketingun nëse ti nuk ke një nga stafi brendshëm apo diçka tjetër. Super marketing. Unë momentalisht nuk punoj me biznese të vogla dhe jam shkëputur pak nga qyteti i Korçës për këtë pjesë. Por që prapë mund t'i asistojmë, gjithmonë. Nani, kohët e fundit, vidjerit e sociale si Facebook, Instagram është bërë një problem shumë i madh. Ke hasur ndonjë ti nga këto dhe çfarë këshilla ose sugjerime që jep
për të mbrojtur nga këto probleme? Mbrem në orën 2 të natës. Fatkeqësisht e kisha lënë telefonin në zile. Gjë që më ndodh shpesh, domethënë të më marri, por që fatkeqësisht e kisha lënë telefonin në zile, se fatkeqësisht do ta hap në telefon. Zakonisht, jo më zgjoj dhe hap telefonin, dëgjoj një të qartë nga një numër që nuk e njeh. Më kishte rënë 2-3 herë, më kishte rënë gjatë gjithë kohës dhe thash, ok, çfarë ka ndodhur e hapa. Më merr një klient im nga jashtë shtetit dhe duke qarë aman më ka vidhur Instagramin, më ka bërë këtë, më ka bërë atë në orën 2 të natës. Imagjinoj sepse realisht ai e ka biznese, kupton, dhe detyrimisht e ka rritur si një fëmijë, kupton? Dhe fatkeqësisht kjo është rritur shumë. Jo vetëm në Shqipëri, në të gjithë botën ndodhin, ka ndodhur edhe para shumë vitesh, po tani thjesht po peshkohen, le të themi, bizneset, të cilat kanë shumë ndjekësa dhe shumë që janë të ngritura si biznese, mund të kenë të paktën 3-4 raste në javë për pjesën e vjedhjeve. Mund të viden edhe Facebook të thjesht, gjë që ju sjell më pas edhe zarare, ku unë kam pasur edhe klient timët ose njerëz që merren ose le të themi reklamojnë shumë në rrjetet sociale, ku kam pasur edhe dëm, edhe më shumë se 10.000 euro për një, po jo vetëm sepse jo mbyll Facebook apo Instagrami, me mënyra të tjera ku ata përdorin kartën e këtyre njerëzve për të bërë reklama, e kupton? Edhe 10.000 euro zarar, edhe shumë herë më shumë, le të themi. Gjë që ndodh. Së fundmi krenar jesh vendosur nga Korça drejt Tiranës. Si ka ndikuar ky vendim joti në jetën profesionale dhe në jetën personale dhe pse? Pse praktisi krenari Korçën, krenari që ishte epiqendra e çdo biznesi, le të themi shumicës të bizneseve korçare, qoftë për t'i asistuar në pjesën e marketingut, qoftë edhe për rekrutimin e stafit të tyre të punës. Atëherë, ajo që unë mbase mund të jem pak krenar në vetja ime, është pjesa që dua të rritem shumë profesionalisht dhe fatkeqësisht në qytetin e Korçës arrita aty, le të themi, ku nuk mund të ofroja diçka më shumë. Ndryshe nga qyteti i Tiranës, që është shumë herë më shumë se sa qyteti i Korçës, ku ti ke së pari njerë ke dikë që të flasë që është i fushës tënde, pra të bësh një muhabet lidhur me fushën tënde, për pos kësaj dhe bizneset të cilat fatmirësisht në qytetin e Tiranës kanë avancuar shumë në pjesën e marketingut dhe marketingu digital, ku le të themi e kanë atë gjën e mirë, le të themi, që jo kur ju ndodh e keqja të vinë edhe të kërkojnë, e kupton? Sepse unë përveç pjesës së marketingut digital merr edhe me pjesën e sigurisë së rrjeteve sociale, gjë që është bërë shumë e frikshme këto kohë të fundit, ku janë mbyllur faqe nga më të ndryshmet për arsye nga më të kotat, mbase, vetëm sepse shqiptarët duan t'i bëjnë vetë çdo gjë dhe kjo gjë sill që t'i bën gabim, nga kjo gjë kam unë punë më pas, por gjë tjetër kjo. Kjo gjë ka sill që dhe në qytetin e Tiranës realisht kam bërë zgjedhjen e dur. Unë e them mbase është pak fatkeqësi, domethënë sepse unë do doja që të rritesha dhe të zhvillohesha në qytetin e Korçës, po këtu arrite një stad krenar që nuk kishe më çfarë. Ka qenë mundësi çfarë tjetër Korça? Fatkeqësisht Nari, a do vazhdosh të kontribosh për zhvillimin e Korçës dhe pse jeton tani në Tiranë? Patjetër që po, unë jam pak atë detaj në këtë pjesë. Dashuria e parë nuk harrohet. Shkon dashurinë e parë kam cekën. Po në qytetin e Korçës u rrita, pavarësisht që nuk jam lindur, dhe detyrimisht e dua shumë edhe qytetin e Korçës, edhe është qyteti i Korçës ai që më rriti, le të themi, në mënyrë profesionale dhe arrita të paktën të ndërtoj një biznes sado të vogël që është në ndihmë të njerëzve, sepse nuk e ke të vogël, ke esencial krenar, sepse është i vetmi aktualisht edhe janë tentuar të hapen disa, po është ai që të thash në fillim që nuk kanë guximin njerëzit, e kupton, që të vazhdojnë. Domethënë unë jam nga ata persona që nëse hapet dikush me të njëjtin biznesi, mua hajde të bashkëpunojmë të bëjmë një gjë të mirë, e kupton, po që fatkeqësisht mos ndoshta këta kanë qenë edhe si punë këtyre personave që dikush hap diçka dhe hajde ta bëjmë 4-5 të tjerë. Kjo është gjëja që ndodh rëndom, sepse ky është gabimi i madh që ne bëjmë. Jeci si krenari ta se do me ecë edhe mua, kështu ka nisur, po nuk e kanë idenë që krenari... Nuk e di sa punë ka për krenari.
mos flas më mirë për atë pjesë, domethënë sa kemi vojtë në fillim, sepse unë detyrimisht tani është kryer një biznes, edhe një biznes para 6 vitesh apo u bën 7 në fakt, para 7 vitesh nuk e kishte shansin që të thoshte ty na lek që të më gjesh mua staf. Në shtetin e Korçës. Se këto thoshte, unë t'ja plek të gjej staf, thoshte, jo, Allah, duhet në vi stafi mua, që t'ja pun lekë. Këto, pra, hajde binde t'ja të Korçarin, që është më kej se Gjirokastriti, të flasim në realiteti, dhe për këtë gjë janë krenar që jam nga Erseka. E shikoj krenar për disa gjë. Jam patriotë në shumë filli. Dhe hajde binde t'ja të Korçarin të paguaj. Po, nevoja, le të themi, me kalimin e kohës e mësoan edhe bizneset që në qoftë se ti shkon në Krenari dhe reklamon atë njoftimin e punës që e shikojnë, le të themi një story 5.000 veta, që janë nga Korça, nuk ka shanse ta shikojnë apo të kalojnë ty 5.000 veta në një ditë tek rrugica e punës tënde në Korçë. Krenar, për sa ju përket planeve për të ardhmen. Ke ndonjë projekt, mendon, ke një plan të ndi, se si do zhvillohesh, se si do rritesh, disa pika? Tani plane kemi shumë, me thënë të drejtën, unë gjithmonë... Do një iniciativë, flas që ke përtuar në të kontekst? Unë tani, le të themi, jam duke u fokusuar tek 2 platformat, që në momentin që dua ta shtri, le të themi, në të gjithë territorin e Shqipërisë, që pjesën e turizmit, qoftë edhe platformën e punësimit, pavarësisht që këtu do duket, le të themi, ajo që edhe pjesën e platformës së punësimit, ku në qytetin e Tiranës të paktën që do e nisë, le të themi janë mbi 100 faqe që janë punësimi, ndryshe nga Korça që isha vetëm unë edhe aty do duket domethënë dhe zotësia se sa do luftojmë apo për të arritur një diçka më të mirë. Po që projekte ka pafund, uroj që të na realizohen. Mari, ti ke krijuar platformën e punësimit dhe Discover Korça. Si ndihesh ti kur njerëzit thonë që janë punësuar fal platformës tënde? Kjo është, unë kam pasur diçka. Dhe platformën e punësimit, kam pasur diçka që i vogël. Edhe kur bëja pjesën e eventeve, le të themi, nuk është se e bëja diçka vetëm për para. Ne kam bërë gjithmonë për të mirën e njerëzve. Bëja eventet, mundohesha të dhuroja për bamirësi. Kam qenë gjithmonë pjesë e Kryqit të Kuq për pjesën e familjeve në nevojë dhe jo vetëm. Edhe pjesën e zyrës apo le të themi platformës së punësimit për këtë gjë e kam bërë që unë të ndihmoj njerëzit. Pra gjëja më e mirë dhe gjëja që më bën të ndihem shumë mirë është që unë të ndihmoj njerëzit. Nuk do sa krenar. Po që detyrimisht ndihem mirë. Në momentin që ne kemi ndërmjetësuar, nuk po themi kemi punësuar, mbi 5.000 njerëz dhe kjo është një gjë shumë... është arritje. Së fundmi, Korça po zbrazet me ritme shumë të shpejta, për fatin të keq. Ka ndikuar kjo tek rekrutimet për staf të pjesën e biznesit, edhe sidomos kur bëhet fjalë për brezin e ri, se ata janë ata që lëvizin shumë në masë. Është bërë shumë e vështirë. Të flasim realitetin, është bërë shumë e vështirë dhe nga ana jonë, ku ne mundohemi të updatojmë shpeshherë atë database-in tonë me pozicione përkatëse, po është një dizorientim, le të themi, duke filluar që nga praktikat ose studentët që shkojnë në shkollat të saktuara dhe janë të fiksuar që duan të zënë atë pozicion pune për atë dek që kanë studiuar, gjë që është problem sepse këta persona duhet të kishin bërë, le të themi, një informim para universitar, pra këshillimi i karrierës duhet të ishte, gjë që ka sjellë edhe këtë problem. Për pos kësaj, bizneset normalisht vuajnë për kërkesë punëtore dhe fatkeqësisht ata që kanë qenë më punëtorët, le të themi pjesa më e madhe kanë ikur. Dhe kjo gjë që bën që edhe pozicionet, le të themi, më të thjeshta, nëse unë idha një pozicion pune për shitse, po them, pozicion që është shumë i kërkuar, para 5 vitesh mund të aplikonin 150 persona brenda një dite. Dhe ty të vinte gjuna kur bëje një përgjigje, le të themi, me 50 njerëz, dhe ata 50 njerëz ishin të gjithë shumë të mirë. Nuk kishin brunë, dukeshin që nga mënyra se si komunikonin, që nga mënyra se si të shkruanin në WhatsApp apo kudo që bënin aplikimin. Ndërkohë që sot është bumerang, le të themi, ku në qoftë se ke ku diun 50 njoftime ose më fal 50 kërkesa për staf, ti do jesh i pari, por nga këta 50 veta
sa 10 veta ato jenë që ta duan atë punë. Pra, sepse nuk është ideja që të duan atë pozicion, të duan punën. Sepse në fillim duhet duash punën, po të duash punën arrin të bësh çdo gjë pastaj. Nari, a sheh turizmin në Korçë si një zhvillim të qëndrueshëm apo mendon se po vjen drejt fundit? Shiko, të flas realitetin ka shpresë. Po nëse ecim me këto apa që jemi dhe në këtë rrugë që jemi, fatkeqësisht nuk ka. Të them të drejtën, unë e kam thënë dhe do vazhdoj ta them, nëse vazhdojnë akoma me projekte që unë kam thënë para 3 vitesh në bashki që duhet të bëni këtë gjë dhe ata shkojnë pas 3 vitesh në panairin e Berlinit, ku nuk e di sa janë informuar bizneset dhe jo vetëm, që është nga panairet më të mëdha në botë për pjesën e turizmit. Dhe ti ta bësh pas 3 vitesh apo tani ato që po themi sot ta aktivizojmë pas 3 vitesh të tjera, nëse ecim me këto ritme kaq të ngadalta, fatkeqësisht nuk do ecim siç duhet. Ti do ishe kryetar bashkie për një vit. Kuj do të jepje prioritet, turizmit apo punësimit? Shiko, të dyja janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Flasi për Korçën. Pjesa e Korçës nuk është se ka vetëm pjesën e turizmit, ka shumë sektor të tjerë që duhet t'ju jepet krah, le të themi. Qoftë pjesa e bujqësisë që ka qenë Korça, ne kemi patur edhe universitetin e parë, të paktën të bujqësisë, Universiteti Fanoli ka pasur degën e parë të bujqësisë, dhe jo vetëm edhe pjesa e infrastrukturës, ku ne kemi disa fabrika që janë në industri, që duhet të jepet përparësi. Për pjesën e turizmit, pastaj nëse marrim në këtë aspekt, gjëja e parë që do bëja ishte që unë do merrja në punë njerëz që kanë lidhje me turizmin, që sot realisht po punojnë për turizmin e Korçës si OJF. Kupton, si organizata jo fitimprurse, si njerëz që nuk duan, nuk po marrin asnjë lek në këmbim, që po e bëjnë për pasion sepse e duan Korçën. Dhe nëse ti merr këta njerëz, më kanë bërë një pyetje nga pushteti, më kanë bërë një pyetje para 5 vitesh, para 5 vitesh dhe më kanë thënë, si ka mundësi më kanë thënë që ti ke punësuar më shumë se sa zyra e Korçës. Zyra e punësimit. Dhe ideja, sepse unë kam qenë vetë në atë periudhë, tani kemi shtuar stafin, dhe jam përgjigjur shumë thjesht, sepse unë dua të ha bukë. Ndërkohë aty janë disa persona që punojnë, kanë një pozicion pune dhe nuk i intereson atij, nuk i intereson as për biznesin, nuk i intereson as për ata njerëz që u trokasin në dev të flasim realitetin, që nuk i gjejnë punë, sepse nuk i intereson nëse është i pa punë. Kurse unë isha i detyruar sepse që të haja bukën e darkë duhet të takoja edhe atë biznesin, duhet të takoja edhe pjesën e njerëzve që të mblidhja kontakte dhe të krijoja besueshmërinë siç e kam krijuar fatmirësisht në qytetin e Korçës në këtë portal. Jo unë si krenar, por e ka krijuar ai portal që realisht ka bërë shumë të mira jo vetëm në pjesën e punësimit, që do të thotë unë do zgjidhja njerëzit të cilët e bëjnë me pasion dhe kanë dhënë kontribut. Pa dallim partie, pa dallim feje, pa dallim që fatkeqësisht qytetin e Korçës gjëra që ndodhin, e kupton? Ky është me këtë parti dhe nuk duhet marr, ky është me këtë fe dhe janë gjëra që ndodhin pa hapur debate të tjera. Gjëja që do bëja është kjo, që do merrja njerëzit e duhur për atë gjë. Kjo është ajo që unë do... Nari, të dy e dim shumë mirë që çdo biznes në Korçë, po them, nuk po them në Tiranë ose qytete të tjera, por në Korçë që më shumë se 3% nuk investojnë në marketing dhe investojnë rreth 20-25% në asete personale si makina dhe gjëra të tjera. A mendon se kjo është një mungesë vizioni apo një mendësi e gabuar? Mendësi e gabuar. Ne nuk kemi, le të themi si përmarrës, kemi ata biznesmenët e rejtë në qytetin e Korçës, ku ndonjëri quaj edhe biznesmen fati, një pjesë prej tyre, le të themi. Sepse janë të paktë ata si përmarrës që vlerësojnë, nuk ka të bëjë vetëm me pjesën e marketingut, ka të bëjë me shumë gjëra, qoftë me pjesën e pagesave të stafit, qoftë me sjelljen ndaj atij klientit që ju shkon dhe me pjesën e, le të themi, atyre që ju ofrojnë shërbim. Fatkeqësisht ka diçka, unë kam një punë që ofroj shërbim. Dhe më kanë ardhur përgjigje të tipit pëmo ti çfarë bëre, kaz mësire nga klient. Gjë që në Tiranë të flasë realitetin nuk ndodh.
Në Tiranë unë, sepse unë kam tipin tim që kur është diçka e vogël që mund të jetë punë gjysmore 1 orë, unë ja u bëj falas, ose kur është diçka që unë pavarësisht që mund të kem investuar shumë, unë ja u bëj falas, e kupton? Ti të paktën thuaj faleminderit, ose ku di unë ofro diçka. Mua në Tiranë që kur isha në Korçë, mundohesha, domethënë kisha diku në 40-50% të klientëve në Tiranë, le të themi me faqet online. Dhe për një problem që ju zgjidhja të vogël, ata më dërgonin dhurata, ose më dërgonin nga produktet e tyre. Ku ka shanse këtu të ndodhë? Pra është mentaliteti i këtyre sipërmarrësve, biznesmenëve më saktë, që kanë mentalitetin e gabuar. Nëse do të pyesja se cili është sipas vizionit tënd biznesi më i suksesshëm në Korçë, ke një emër? Ka shumë. Ka shumë, do të thënë Kemi. Realisht kemi dhe kemi shumë biznese të cilëve duhet t'ju japim dorën për kontributet që i ka dhe në Korçës. Ideja që nuk dua të përmend, nuk dua të përmend sepse ka shumë edhe nuk dua të harroj. Rëndësi që kemi shumë. Qoftë kompani të mëdha, që fatmirësisht dhe shoqërisht që i kemi në qytetin e Korçës, ku unë kam nderin, le të them, edhe respektin që punoj me ta dhe me ta më saktë. Dhe përveç kësaj edhe biznese të vogla që përsëri mundohen dhe kanë dhënë shumë për qytetin e Korçës. Kështu që gjë e mirë kemi. Po një pjesë e tyre janë pak, le të themi, nga ata biznesmenët e fatit, një pjesë tjetër, sepse nuk mund të them që janë shumica. Nari, në qoftë do të jepësh mundësia të punësoje një personazh të publikut shqiptar, personazh të famshëm. Cili do të ishte ai dhe për këtë biznes do ta punësoje? Për famshëm. Po në çfarë sektori? Apo për biznesin tim ta punësoja? Jo, ta punësoje ti për bërë marketing ai për biznesin tim, një biznes. Çfarë do të biznesi? Po të famshëm, nuk është se më vjen ndonjë në mendje sepse fatkeqësisht këta që janë të famshëm momentalisht Kozaku për shembull. Po ne, fatkeqësisht këta që janë momentalisht të famshëm janë bizneset që janë bërë padashje, biznesmen. E kupton? Dhe ky është problemi. Jo, unë ka vetëm diçka tani sepse sot u miratua nga qeveria që do mbyllet TikToku. Si do t'ja bëjnë? Kjo është gjëja më e mirë që kam marrë vendim mbase është marrë edhe nga prindrit. Nuk dua të them që kjo do ndikojë në atë pjesën e ndryshimit të karakterit të atyre fëmijëve apo gjëra që supozohet që po mbyllet TikToku, po të paktën nuk do dalin këta tipat e këtill që ofrojnë vetëm negativitet dhe ofrojnë një nuk e di unë, janë njerëz pa moral për mua të flas realitetin, pavarësisht që ka shumë biznese të tjera që po e kanë ose kanë investuar në mënyrën e dur dhe kanë gjeneruar të ardhurat nëpërmjet TikTokut, po janë edhe disa njerëz të tjerë që janë shumica fatkeqësisht që e kanë përdosur shoqërinë shqiptare të flasim realitetin, sepse duke qenë se është një platformë që bëhet virale jo vetëm në Shqipëri, sepse ajo është një platformë që nuk ka një target audiencë. Ajo del kudo, e kupton, ka një algoritëm të tillë dhe në këtë lloj forme, në momentin që dalin këta lloj tipash, praktikisht ti po promovon Shqipërinë. Nëse shikon një i huaj atë, ai trembet, e kupton? Si tha Kozaku, na ra audiencë, ta fillojmë shajmi nga familja, ne kemi audiencë. E kupton ti çfarë bëhet domethënë? Tani më erdhi një radhë. Më vjen një shok, kisha shumë kohë pa e takuar, po ishte vllai një shoku, më saktë ishte i vogël. Edhe më i them, ku ke qenë ti? Ja Lali tha sa takova ca buzën. Unë po e shikoja. Nuk po e kuptoja. Rejtha, po para një viti, diçka kush është buza, i thash unë? Buzën më Lala më tha mua. Pasha me njërë. Po të dashurën me Lali. Pse i thua buza? Po TikTok më Lala buza. Ma, o që i trori. Janë sa gjera që nuk... Buza ku jeti. Edhe nga burgu, thot Klevi. Janë, domethënë të vinë fëmijët sepse aty ndikon, e kupton mënyra si rriten. Është edukimi një brezi. Gjë që është fatkeqësi. Sa gjëra edhe të pashmangshme është ndikimi i rrjeteve sociale, personazhe që bëhen viral në një mënyrë ose në një tjetër. Tani krenar do futemi zyrtarisht në rubrikën e pyetjeve nga publiku, se ne kemi pyetje nga publiku, hedhim një story ku të gjithë njerëzit kanë mundësi që të bëjnë pyetje dhe kemi përzgjedhur nga aty disa. Unë për fat keq nuk kam to pyetje nga publiku. Jo, i ke
Okej, po, nuk I tregoj me emra mbi emra, kuptove, thjesht I tregoj nga kush. Për shembull, nuk I merr dot se janë pafund. Për shembull, dikush që ti e ke shoh dhe një thotë më mirë beqar apo I martuar? I martuar. Jo se jam unë, le të themi, në një lidhje, po shko, varet nga mosha një. Po ti si aq I vitër sa ka kaluar mosha? Varet si e koncepton gjithë secili. Është tipu në asaj. Unë nuk jam tip që shkoj në përpartje apo diçka të këtille këto, dhe njerëzit shpeshherë pavarësisht që kam organizuar, dhe kam qenë vetëm në parti që unë kam organizuar, sepse ashtu më pëlqen mua ta jetoj jetën time, e kupton? Dhe më thoshin njerëzit apo ndonjë shok që po çfarë shijon jetës ti, e kupton? Po. Nuk e shijoj jetën time me parti, e shijoj me një udhëtim me shoqërinë apo diçka tjetër. Edhe pjesën e më mirë në një lidhje, apo çfarë ishte ajo I martuar, unë mendoj I martuar, sepse njeriu le të themi në një moshë të caktuar arrin të mblidhet dhe ta shikojë jetën në një mënyrë pak më ndryshe, të mendoj për jetën, sepse fatkeqësisht brezi që po rritet tani nuk e di se çfarë do të thotë familje në radhë të parë. E kupton? Dhe për mua një nga gjërat më të shenjta që dhe ja bëj Allah ati Donald Trumpit që erdhi është familja, sepse realisht po zbehej si koncept nga shumë anë. Dhe do thosha I martuar, pavarësisht, ka shumë arsye, po një ndër to janë në lekë. Kemi patur një artist të ftuar në studion tonë dhe ai ka menduar të kundërtën tënde, thoshte beqar. Tani pyetja e dytë nga publiku është, cila është gjëja që të bezdis më shumë tek njerëzit që bëjnë marketing për veten e tyre? Si ishte edhe një? Cila është gjëja që të bezdis më shumë tek njerëzit që bëjnë marketing për veten e tyre? Shiko, të bësh marketing për veten tënde është gjë më e mirë. Dhe për mua bravo I qoftë kushdo, sepse e shet veten më pas ka shumë njerëz që I bëjnë marketing vetes dhe më pas edhe mbase ka dhe nga ata që janë të saktë vërtet, pra me mënyrën se si e reklamojnë veten, po do e thosha më shumë pjesën e si reklamojnë veten se sa I bëjnë marketing vetes së tyre. Po ndërkohë për mua më mirë janë ata që le të themi nuk do I shaja. Nuk do I shaja, bëjnë mirë që reklamojnë veten e tyre me mënyrën që kanë gjetur, sepse edhe unë bëjnë mirë që dalin lakurish. Tani varet, unë po flas gjithmonë në profesionin tim. Pastaj se si reklamojnë njerëzit e tjerë, unë flas gjithmonë për një person që merret me marketing digital, themi që janë shtuar shumë këto kohët e fundit. Krenar, nga një sipërmarrës në Korçë. Thot, ti ke ndihmuar shumë biznese të vogla që të rriten, thot. Por a ka ndonjë biznes që nuk ta ka ditur kurrë ndihmën që ke dhënë? Sa të duash kanë qytetin e Korçës. Po mua nuk më vret kjo gjë, sepse ideja është që të thash, unë mundohem që të bëj atë gjë që unë ndjej mirë për veten time që ta bëj. Në momentin që unë ndjej mirë me veten, I kam dhënë një shans apo e kam ndihmuar për diçka, nuk më intereson në fund të ditës nëse ky njeri e vlerëson apo jo këtë pjesë. Ka shumë gjëra që do ndodhin dhe janë mësime të jetës. Qartë. Unë përsëri do vazhdoj të ndihmoj. Krenar, kjo është nga një menaxher marketingu në Tiranë. Bizneset në Shqipëri kanë tendencën të kopjojnë njëri tjetrin në vend që të krijojnë diçka origjinale, këtë që thamë që parë. A ke ndonjë rast konkret ku ke parë për një kopjim të pastër të një strategji tëndes? Shiko. Nuk dua të përmend emra, po zakonisht ndodhin në për projekte, nuk do e lidh fare me pjesën e marketingut, ndodh rëndom në Shqipëri ku shumë mirë nga ata që aplikojnë për grante të ndryshme apo për projekte të ndryshme, gjë që e cila dhe mua më ka ndodhur, ku idetë tona pas disa kohësh janë bërë, le të themi, si ekzistuese në një projekt tjetër dhe ka qenë fikse njëjta ide. Po ka një gjë të tillë. Unë prandaj gjithmonë ajo mesazhi që japesh që ato ide mos I mbani në xhep, po thoja një kujdo. Sepse ajo ide që ke ti nuk ka shanse që ta krijojë ai tjetri në formën dhe metodën siç e ke krijuar ti. Kështu që nuk një pronor dyqani në Korçë thotë, shumë njerëz kanë frikë të investojnë në marketing sepse nuk shohin rezultatet menjëshme. Një ndër ta jam dhe unë, thotë, sa është minimumi kohës që duhet të presim për të parë nëse një strategji po funksionon. Marketing digital, bef. Po. Atëre.
Problemi që kanë, le të themi, bizneset e Korçës, është që duan punë direkt, e para. E dyta është që fatkeqësisht ata që kanë dalë nga bankat e shkollës një mujore ku bëjnë një trajnim të caktuar, është se mësojnë vetëm marketingu digital. Dhe praktikisht nuk e mësojnë tamam, pa dashur t'ju ofendoj. Po unë nuk mund të mësoj letërsinë e avancuar pa ditur abetare. Që do thotë, pa ditur marketingu tradicional ti nuk mund të kalosh në atë marketingu digital. Dhe detyrimisht mënyra, le të themi, në marketingu digital njerëzit e konceptojnë që unë kam 2 rrjete sociale, do bëj 20 postime në muaj, do të bëj 4 story, do të bëj edhe 2 reelsa dhe kaq është unë të bëra marketingun ty, e kupton? Kjo s'është marketing. Ti thjesht je një postus aty, që po bën disa postime, gjë që unë këtyre bizneseve të vogla ju kam thënë që bëjni vetë këto. Sepse shpeshherë më kanë thënë që hajde ti më menaxho mua pjesën e rrjeteve sociale, ama do m'bësh kaq foto. Çfarë të bëj unë them? Të bëj foto. Si fotograf. Si ai Flori oficial që është në TikTok. Përshëndetje Bisha 320 hop 1000 euro. Mira, ata janë influencerë, gjë që ndodh edhe në Shqipëri dhe këta që ka shumë biznese që marrin shumë influencera, tash të quajtur influencera që nuk kanë pikë besimi. Më ka ndodhur një rast në qytetin e Korçës, ku një biznes ka ofruar 10 dhoma falas për staff retreat një VIP-i në Shqipëri, me gati 2 milion ndjekës, nuk e di ai ka real si ka bërë audit, dhe i kanë ardhur dhe 15-20 ndjekës, vetëm nga story. Dhe i ka ardhur një mikesha ime që ajo e bën për pasion, ka një faqe, e bën për pasion, vetëm një story, ka 2 vite që ka hedhur, dhe në ato hotel vin akoma njerëz nga ajo, dhe brenda ditës janë arritur 2.000-3.000 diçka e tillë, ndërkohë që ajo ka pasur vetëm një 70.000 ndjekës. Krenar, ke një pyetje shumë të bukur nga një ndjekës në Instagram. A ka raste ku një produkt është aq i keq sa që as marketingu nuk e shpëton dot? Kjo është gjëja e gabuar që e perceptojnë, sepse marketingu quhet gënjeshtër në Shqipëri. Dhe le të themi, ai që është i mirë në shitje, do ta shesë edhe atë produktin e gabuar. Sikundërse ka nga ata që s'marrin pyka fare, nuk shesin dot asaj. Dhe kanë produktin më të mirë e s'din ta shesë. Kështu që fatkeqësisht quhet marketing, por nuk e din sot e kësaj dite çfarë është marketingu në fund të ditës, sepse e mendojnë domethënë mashtrim. Një pyetje tjetër thotë kush peshon më shumë, 1 kilogram spinaq apo 1 kilogram arule? Varet në çfarë konteksti. Nëse e marrim pjesën e Popajt, që keni parë në filmat bizantinor, 1 kilo spinaq do ishte edhe me më shumë vlerë dhe peshonte më shumë. Në kontekstin që e mendoj unë, domethënë gjithmonë. Nëse do ti e bukur. Krenar, nëse do ti ishe një produkt, si do t'ishte slogani yt? Nëse do isha një produkt, mos më bli. Që të bli një bukur. Po Krenar, do të bëj një pyetje. Më saktë i kam dhe diçka. Jo, çfarë do të thosh? Jo, nuk ta them. Atë që mendon ti. I merr ato 8.000 euro? Realisht. Jo, momentalisht. Se kemi parë hajrin. Momentalisht nuk e marr. Thonë me 8.000 euro s'kem para as ndonjë drek, as ndonjë të dalë, as ndonjë. Se vajte direkt 8.000 euro. E di ti që Krenari, më thot një shok i ngushtë i Krenarit, i fëmijërisë. Krenari ka qenë më nubi në dalafonor, më thamë. Merdi si mesazh. Këta ka dhënë ai Gjermanis. Po xhirohet, ne? Jo, po xhirohet. Si jo. Vazhdon xhiro dhe akoma. Shumë dha, ka qenë nubi në dalafonor, nuk hante pyka fare. Vetëm unë e kam pasur pas vetes atë që ka qenë gjithkohë. Tani dhe dua edhe një mendim për ortakun tënd në biznes. Ka një gjë, nuk prononcohem për media, duke qenë se ai është momentalisht në këtë zyrë. Jo, po ti mos e përmend kush është. Po sepse të gjithë e dim kush është, kështu që unë fjalët të këqija apo të mira i them kur njerëzit nuk janë në prani. Ashtu siç preferoj, domethënë për këtë datë. Gjithsesi në momentin që unë i kam besuar dhe ne e dim shumë mirë se si janë sot shumë miq që krijojnë një biznes që vriten pas 2 vitesh, ne të paktën ja kemi dalë, kemi 6 vite. Ju bëra 6 vite. Dhe kjo gjë e tregon edhe vlerën e ortakut tim. Unë nuk e kisha këtu, më kisha kuptimin në anë njerëzore, domethënë sa i mirë është atë shanë ty si shanë salsa. Varet, nuk kam no comment. Varet si është.
pyetje nga dikush që punon në bashki thotë, akoma gjallë është krenari? Po jo na zbua ti thoja, çfarë gjallë është krenari? Ai ku krenari edi këtu. Është për krenari vizitor tani i thonë. Gjallë jam gjallë. Gjallë momentalisht. Kemi shumë pyetje krenar në fakt. Aha. Nga një biznes lokal, thot, bizneset takoj që s'ka punëtor, thot. Aha. Por pagat Janë të ulta. janë të ulta, janë që sharake, ka shkëtu me gabime. A janë realisht të rinë për tas, apo është një problem tek vetë pronarët që nuk paguajnë? Unë të thash, Ku ta kërkojmë? është problem nga të dy anët. Pra është edhe nga ana e biznesit, që fatkeqësisht është drejt rënies, sepse vetë këta investitorë nuk e kanë idenë e tregut, dhe është ajo që tha dhe Lenci që parë që u papen hotele dar të ape dhe unë, madje para 2 muajsh më tha njëri, tha, "Resitja, sa t'ja vendosun shifrin dhomës time", tha. Me modesti, thash, ke bërë shumë investim të mirë, po me 50 euro. Çfarë thua, tha, pa ishte 30 euro se lëshoj, kush do të vi, thash. Dhe tani në fatkeqësisht ky biznes, duke qenë se s'do ketë punë, të flasim unë klientë kam, s'do ketë punë, nuk do ketë lek ta paguaj atë staf. Dhe nga ana tjetër pasaj, është brezi i ri i cili nuk ka dëshirën e mirë të punës. Krenar shkon, ne na vjen shumë keq koha po mbaron. Dhe por realisht kemi pasur shumë pyetje për ty se ti ke qenë tamam influencer. Nëse ka një influencer në qytetin jon ti je një ndërta, një imazh dhe figurë shumë e fortë dhe kemi pasur vërtet shumë pyetje të cilat dëshironin ti bëni, por për shkak të kohës do të presim të këtu. Ndoshta për një moment të dytë për një intervistë tjetër në funksion të kërkesave që ke patur. Gjithmonë. Një mesazh të fundit për ta përmbyllur? E thash e parë. Nëse ke një ide në xhep, merre, me mundohu që që ti të përpiqesh dhe do t'ja dalësh. Dhe unë nuk se vin nga një familje e pasur, dhe të paktën kam ndërtuar një jetë, le të themi, të mirë për veten time. Kështu që realisht krenar, ne jemi krenar që kemi shumë. Faleminderit. Pavarësisht se ti nuk je krenar për veten tënde. Kishte mbyllja me bukur, faleminderit që na ndoqët, miru ta takojmë në episodin e radhës. Bye bye.